se keni ardhur në Vatër, është domethënë era parë që po jeni këtu, faleminderit shumë që keni ardhur. Kjo Vatër është, unë jam 24 vjet në këtë Vatër, por si do kem përjetu gjërat e ndryshme, si do që do të flet Nori ma shumë se që unë. Mirë se keni ardhur. Faleminderit, shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me pa punën se keni bën këtu, se ne emigrantat në përgjithësi jashtë Shqipërisë vazhdojmë e hupim pak rrugën e patriotizmit, rrugën e kulturës tonë, edhe qendra të tilla janë për ne janë si puna aty në spitaleve që të pështojnë, po këta të pështojnë shpirtin, nuk ka puna me të pështuar pronën fizike. Faleminderit. Antonio, është një nder i madh, një kënaqësi e madhe që të kem një regjisor, një aktor i shuar, i cili me vërtet ju për Shqipërisë keni kaluar në Itali, keni bërë disa filma edhe jeni stacionu këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të vërtet kënaqësia jonë është e madhe që ti kem artistat tanë, ti promovojmë edhe t'ju japim një hapësirë të madhe që sa të qoftë ti njohin edhe më shumë përmes Vatës tonë. Në tërgo pak për rukëtimin të jetës vetë. Faleminderit. Atëherë, unë kam lind në Shqipërinë, unë kam lind Tropoj. Rutini jam ka vazhdu, unë qyshtë në moshë të vogël, kur gjithë shohin filma, unë shifsha filma në televizor, ato shë du më fut marrë në televizor, se në nësha se televizor ka një derë, edhe nuk pejgjesh atyre. Dhe që aty ka vazhdu pasioni jam, mirë po jeta në shkëson, kena vazhdu migracionin, jena kom detyruar me bon disa në tjera, familja ka pas nevoj për ato për krajt e veta, na si shqiptarë se jena në elon tëna një lanë për me njek familjen, atë shikur, rrugullun të semë, ta shpunur në kom pas një pasion. Edhe vazhdova, u bon gati 8 vite që unë njeki ëndrën e aktrimit, kom studiu aty në Itali për aktrim, kom bon disa specializime për regjin, sepse fokusim nuk është të regjia realisht për të aktrimi, por kjo ka qenë vetë një mënyrë për më arrit me nxjerr atë, domethënë pasionin tënd të aktrimit para ekranit. Edhe kom vazhdu me disa gjëra të vogla në Itali, pastaj në Shqipëri, pastaj më kthyer prapë në Itali, edhe e kom pa që kom mundësi me dal, edhe kom vazhdu këtë lloj rrugë derisa kom marrë të Vatra. Një gjë, dua të cekje me kapuçin e parë, çka prezentove? Atëherë, tu kishte një diçka shumë të bukur, siç është puna e plisit, edhe realisht na kena shumë artistat, mirë me famë shumë të madhe, mirë po nuk e di tash ja kon fati jam o që ashtu kanë ardhur senet, hala nuk ke kriju mundësia për me çu plisin në festival të filmit në Venecia. Edhe okej, tash më bëj, tash një më i riu, po e marr përsipër. Edhe që ashtu bona, në këtu në Venecia, mora plisin me vetë, shkova të më fut atë të tapetit, kështë tash ta sigurimet në parë me i dishka të barë në dorë, e thanë pale qënë ka po, se aty në dhe sanë është bojnë, e thashë mërë tërsa është kapele tradicionale, jo, edhe realisht në kanë dishka unike. Atëre, përgjedhja jote këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si u fokusove dhe çka more si ju? Objektivi është duke marrë parasysh se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një qendër botërore në disa fusha, pa tjetër që edhe në fushën e filmit ne dim shumë mirë se këtu është mundësia më e madhe. Edhe unë mendova këtë. Nëse unë do arri me po diçka këtu, do të thotë që rezonanca e kësaj me që më përkoj do jetë ndërkombëtare. Edhe thash në kohë puna për me punua, për me vujt për e bajnë në Amerikë. Atëherë në duhet i njoftoj të gjithë shqiptarët, artistat, njerëzit që kanë produksionet të ndaja këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës që sa të qoftë të kontaktojnë, të suportojnë, pra mos të harroj se sot e kemi edhe një artist tjetër, një piktor të njohur, Halil Ahmeti, i cili na ka ardhur dhe na ka vizituar. Kështu është një cilë një të fjalë për juve. Në cilë të fisht, shumë fisht, do të bje mirë që dhe po takohen këtë rast vetëm i uroj suksese dhe
Synimi juaj të rrej domethënë aty ku e keni pritua dhe ku e mendoni me bri. Shumë faleminderit. Me sa di, keni një dhuratë për musafirë. Po, kam një dhuratë. E kam një sonë jam piktor. Pa i marrë edhe me çështje tjera dhe megjithatë edhe pse gjatë lutës u kanë dëmtuar shumë, por më ka ngel diçka dhe pjesën tjetër pas lutës si kanë punu, jam magjistër i artit i pikturës. Kështu që sot kam besim që më qëlloj edhe rasti me pjallëru vive. Me shumë besim. Shumë faleminderit. Shumë. Është ekspozita shëmgjese. Shiqan. Antonio, sa filma ke marrë pjesë, lutem? Unë kom punua, tash po të them me produksione, për më sa shumë kom marrë pjesë për filma për Rajn, për Mediasetin, për 2 produksione shqiptare, edhe kom marrë pjesë për 2 produksione amerikane. Një është, që njihet pak më shumë, se është edhe Kingsman. Nuk e di sa ju kora me ngju ata se janë si ata agjentat, si që punet 007-ës, po me do çadra, me do veshje. Kom bo masalena serial televiziv po për Rajn, për Netflixin, edhe për Sky-n në Itali. Suksese në mbarësi. Çfarë çmimesh ke marrë Antonio deri tash? Si e ndje që një shqiptar është vlerësu, ka ndjen veten si një ambasador i kulturës kombëtare në Perëndim? Është fjallë e madhe ajo, po një farë përgjegjësie të madhe kam. Po për fat mirë na i kenë ambasadorat edhe. Po një përgjegjësi shumë të madhe ndjej realisht. Se kom do na harta cikletin aty mos bëjnë një gjë, se kur njëri mundohet në shpirt në bëmë të mirën për vendin, po tash njerëzit nuk bëjnë dhe një gjë. Ju kam shtet shoqatat ose shteti ose çfarë marrëdhënie keni me patriotët në Itali? Kom një marrëdhënie shumë pozitive, më kanë ftuar ambasada shqiptare disa herë, kom qenë në evente, kom marrë çmime qoftë nga ambasada, domethënë kam qenë i ftuar qoftë nga ajo shqiptare, qoftë nga ajo Kosovës, që mendoj e njëjta. Edhe kom pas një përkrahje maksimale, edhe jam mirënjohës se gjithë aty nëse kanë gjetë kohën edhe mundësinë me për shembull një dhuratë, një çmim, një fjalë mirë, kjo është ajo se krijon artistin se Suksese dhe mbarësi. Të urojmë pra suksese dhe mirë se ardhi këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të prifte mbara dhe të besoj që do të kesh edhe mbështetës edhe më shumë shqiptar. Shumë faleminderit për këtë pritje me zemër, siç e kena na shqiptar, bukur kryp me zemër bardh, po jam shumë i gëzuar, më ardhmë të taku edhe me gjetë këtë lloj atmosfere. Faleminderit. Faleminderit, suksese.